Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pyetja ishte si me bë dallimin mes adetit dhe sunetit, apo se plot prej muslimanëve, sidomos muslimanëve tek ne në trojet tona, akuzohet njëri musliman në momentin kur fillon me praktikuar fenë Allahut azza wa jall. Në momentin kur ai fillon disa prej shenjave islame me I praktiku, ka mu akuzu si turk apo si arab. Vetëm nëse kthehemi në retrospektiv, dhe më thonë pak më herët nëse kthehemi, do t'i shohim që gjyshërit tanë, apo baballarët e gjyshërve tanë, kanë pas mirë. Hinë në internet, hinë në YouTube, hinë në Google, ishe që hoxhallarët e moqëm kanë pasur mjekra. Ata të cilët pretendojnë edhe të cilët në akuzojnë neve e kanë për qëllim vetëm kohën e komunizmit. Do të thonë hoxhallarët e kohës komunizmit të cilët kanë qenë të persekutuar nga pushteti I atëhershëm. Dhe duhet me bë dallimin mes adetit dhe sunetit. Mjekra apo disa prej veprimeve I ka urdhëruar Muhamedi alayhis salam. Veshja dallon. Veshja arabe, veshja turke, veshja shqiptare. Për shembull, pse askush, subhanallah, nuk thret që më mbajt plisi I bardhë. Pse nuk thret? Pse askush nuk kritikon për shembull që na nuk po I mbajmë traditat tona të veshjes të ndryshme me evropianët, me perëndimorët. Na vonë ai kemi pas të ndryshme veshjet, por shko për shembull në Has, ke pas veshje të ndryshme, në podrime të ndryshme. Në vendet të ndryshme I kemi pasur veshje të ndryshme. Pse nuk po thrisnin ato veshje? Ti që po veshësh, çfarë dallimi ki ti dhe une me perëndimorët, me evropianët? Hajtë kallëzëm të vaki. A mundet dikush me dallu ty në bazë veshjes tonde, me thonë ti je shqiptar, ky tjetri është suedez? Hajde kallëzëm. Këtu nuk po të dhezët cenzori. Këtu cenzori I patriotizmit, I nacionalizmit, I shqiptarizmit nuk po të ndezët. Momentin kur njëri veç e lëshon mjekrën, qëtu ty të ndezët cenzori. Dhe qëtu po hub ka tradita. Po jo më vëlla, subhanallah. Mjekra është urdhër I pejgamberit alayhis salam. Thotë lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Apo pastaj disa tjerë na thënë jo, kjo feja është e turkit e arabit. Pa e dini që ka çarçe të ndryshme, edhe turqit e kanë marrë për arabëve fenë. Të njëjtit mendësi, e njëjta mendësi është tek disa në Turqi, ka organizata të ndryshme apo njerëz ashtu intelektual, të cilët thonë që kjo feja jon tash këtu që është tek natë turqit, ka qenë feja arabëve kjo është. Ju e keni tradhtu dhe më thonë fenë e juaj më herë se s'keni qenë musliman. A I bie që edhe turqit e kanë marrë prej arabëve? Po. A I bie që edhe gjithë dynjoja e ka marrë fenë prej arabit, prej Muhamedit alayhis salam? Po. Nëse ne I kemi marrë prej turqve, o bo sebeb turqit na me pranu islamin, edhe turqit e kanë marrë prej dikujt. Se turqit në sens nuk kanë qenë më herët musliman. Pastaj, hajde po shkojmë pak më lart. Po shkojmë tek Muhamedi alayhis salam. A mundet me dalë një organizatë të caktuar dhe një organizatë e caktuar, po themi patriotike apo nacionaliste arabe, edhe me thonë që para Muhamedit alayhis salam baballarët tanë kanë qenë mushrik idhujtar, do të më kthyen në idhujtar, s'kan qenë ata musliman. Ju e keni tradhtu fenë të parëve. Çish po na thënë neve? A pi kupton logjikën? Para ardhjes Muhamedit alayhis salam, babgjyshi Muhamedit alayhis salam, agja Muhamedit alayhis salam, çfarë kanë qenë? A kanë qenë musliman? Jo. Atër a I bie në thojza që populli arab e pas ka tradhtu dhe e pas ka marrë një fe tjetër, I ka tradhtu baballarët? Ç'është kjo logjik? Njëjta gjë të na thojnë, hajde po kthehemi me një fe të caktuar. Mirë, ktheu në bazë atare, ktheu pak më lart, ktheu bono si Ilir që kanë besuar në diellën e hondet, në gjarpën e ku e diunë këto gjëra. Nuk shkon kjo punë kështu vllaja. Duhet me dallu pastaj adetin prej sunetit. Nëse ka urdhëruar Muhamedi alayhis salam për një veprim, atëherë kjo është sunet dhe kjo është urdhër I pejgamberit alayhis salam. Nëse Muhamedi alayhis salam e ka pas një veshje të caktuar,
që ka korrespondu, që ka qenë e atërshme një rrethane të caktuar që i ka vesh rrobat, nuk do më thonë që na është sunnet mi vesh apo me pas ku e diun atë sarrikin. Apo sarrikin apo ato adevijin, kështu që është ajo si s'pëdi, do më thonë si që lidhet kështu, nuk do më thonë që është sunnet. Sunnet është vetëm mbulimi i kokës, është gjë e pëlqyer. Po secili popull i ka veshjet e veta të mbulesës. Mbulesës kokës, mbulesës, do të thonë të gruas, po janë disa premisa që nuk duhet me dalë jashtë Kur'anit edhe Sunetit. Për shembull, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, a ka pasur çështu që na çu zhveshëm? Jo, s'ka pas. Po a lejohet nëse janë dëgjona, pantallonat, nëse janë të gjëra, a lejohet mi vesh dhe një këmish të gjerë deri, domethënë për mi mbulu avretet, lejohet, nuk ka asnjë të keqe. Por se që to pantolla apo rroba në përgjithësi, kur të shkon në zogun e komës, nuk lejohet, duhet më shkurtu. Kaq. Nëse në Arabi vishet, apo kupton ai gjybja, nëse vishet, shkurtohet poshtë. Na i veshim sirual, pantallonat, gjona i veshim, i shkurtojmë. A ka dallim mes asaj e asaj? Ka dallim në pikpamjen, për shembull, që këto janë pantolla dhe tek arabët është ai fistoni, për shembull. Jo. Thjesht na e çojmë urdhën e pejgamberit alayhis salam që rroba nuk lejohet në zogun e kombës me qenë. Edhe nuk ka asnjë ndalesë. Pastaj Allah zot ka dashur me qenë shqiptar. Po mos të harrojmë, shqiptar jemi në këtë botë. Në botën tjetër, shqiptaria nuk na bën dobi. Në këtë botë nuk lejohet me thonë që s'jam shqiptar. Bile ka thonë Muhamedi alayhis salam, me mohu atësi, me mohu do të thotë që me mohu që si i filën babës apo ku e diune, prej ardhin me mohu, është kufër, ka thonë Muhamedi alayhis salam. Është kufër. Jemi shqiptarë, apo këtë puna, flasim shqip, e rrujmë traditën tonë, alhamdulillah. Dhe shumica traditave tona, ka dësht Allah, nuk bindesht me parimet fetare. Mirë po në momentin, kur një tradit bindesh me fenë e Zotit, normalisht i jipet përparësi fe Zotit, Allahut, se unë në ditën e gjykimit ka me thonë të Allah përgjithësi. Dhe kur une, se cili prej nesh, kur na zbresim në varë, kur vinë me lajket, kur na pyesin, që kanë me na pyet? A ka me na pyet neve, me laqja e Zotit, në varë, qëfar kombi ki pas, qëfar flamuri ki pas, qëfar gjuhe ki pas, nuk ka me na pyet. Po kjo nuk do të thotë që na pi neglizhojmë këtë gjëra. Se përkundrazi në për xhamit tona këtu në për Evropë, po flitet shqip dhe po ruhet kultura shqiptare. Edhe kur ti flet shqip, i bie se po e ruan kulturën shqiptare. Pse më keni thirrur ju më këto? Pse s'po flasun në suedisht to? Pse s'po flasun në anglisht to? Po flas shqip për komunitetin shqiptar. Edhe kjo i bie që me rujt traditën tonë. Por mos të keq kuptohet, në botën tjetër, në varr, Allahu subhanahu wa taala ka me dërgu me laçen, ka me bë 3 pyetje. Kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Dhe kush është profeti yt? Nëse që to i din, shtan. Nëse nuk e din, ka me thonë ha, 3 herë ka me thonë ha, i çuditshëm, la e 3 nuk e di. Dhe ka me godit një çekan. Andaj mos ti përzijem gjërat, ti kërkon nuk je me fe, dhe në momentin kur peshe njëri që po e praktikon fen, për një apë thosh u bon arab. Jo, më shqiptar, shqiptar. Sheikh Albani, Sheikh Arnauti, Abdulkader Arnauti, Sheikh Shoaib Arnauti, kretë kanë shku botën arabe, me vitet të tëra kanë jetu, kanë dhënë kontributin e tyre maksimal në fe, dhe në fund, për mos me hub identitetin e vetë kombëtar, prej ardhen e vetë, në fund ka thonë Albani, Arnauti. Lagja Arnauti sot asaj dite është në Siri, dhe hala flasin gjuhën shqipe. Të tillët njësoj që ata që akuzojnë ti arabje, bovaki ai hala ma shumë është largu nga shqiptaria. Bovaki fëmijët e tyre as din shqip. Ka në Evropë plot. Pe Evropës tu na dalin disa lëvizje të ndryshme, disa shqiptar, neve na mësojnë çu shmukon na shqiptar në vendin ton. Edhe çfarë thon bovaki fëmijët e tyre me kultura të ndryshme, i kanë harru krejt kulturat shqiptare, kur të vinë në Kosovë aty flasin gjuhën e huaj, nuk e flasin gjuhën e vet, edhe neve na shesin patriotizëm. Nuk shka në kështu Allah. Nuk shka.
Allahu di më së miri.